James Robin nuk është një dëshmitar i zakonshëm. Është përfaqësuesi politikës më të lartë Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kohën kur ka ndodhur lufta në Kosovë. Deklaroi se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë luftë për mbrojtjen e popullit shqiptar nga agresioni dhe tirania serbe. Ushtria shqiptare e Kosovës, përkatësisht udhëheqja e saj politike, nuk e ka pasur as vizionin, as strategjinë dhe as aftësinë e komanduese, hierarkinë komanduese të mbikëqyrjes së veprimeve dhe vendimeve të komandantëve të zonës. Pra ka qenë një lloj ushtrie guerile e cila nuk e ka pasur komandën e sinkronizuar që çdo vendim është dashur që të mirret nga komanda qendrore. E treta që është e rëndësishme është që i gjithë procesi i veprimit të UÇK-s kanë qenë vazhdimisht në koordinim me Shtetet e Bashkuara, duke përmendur emrin Zot Erhadina që ka qenë koordinim me CIA. Që nën kupton që ushtria shqiptare e Kosovës, veprimi i saj politik dhe aksioni i saj ushtarak në teren ka qenë gjithmonë koordinim edhe në këshillim me Shtetet e Bashkuara. Dhe e katërta, vetë zotri Rubin konstatoi që Serbia ka investuar në perëndim, duke pasur një lobim jashtëzakonisht aktiv për të barazuar agresorin gjenocid krysin me viktimen dhe që ka arrit që çarqe caktuara, qoftë edhe brenda shtëpisë bardhë, duke përmendur në formë simbolike, po edhe esenciale Christopher Hillin, si një akter me një mendësi të tillë i cili ka vepruar edhe kundër vetë planit dhe përpjekjes politike të zotit Rubin dhe zonjës Madeleine Albright, dhe ka pasur një qasje jashtëzakonisht negative ndaj UÇK-s dhe kanë arritur që me sukses të bindin mbi bazën e disa akuzave tërësisht të trilluara dhe sponsorizuara nga Beogradi, përkatësisht nga Dick Marty, për të krijuar një bazë për akuzën ndaj krerëve të luftës. Kjo natyrisht që do ndikoj edhe tek krerët e tjerë të luftës përpos zotrit Thaçit, sepse këta janë përzgjedhur qëllimisht si figura politike cilat përfaqësojnë imazhin dhe përfaqësojnë politikën e themelimit dhe zhvillimit të UÇK-s, dhe natyrisht që akuzat i kanë të përbashkëta, sepse këta nuk akuzojnë që personalisht kanë vrarë ose torturu ose ndalu në mënyrë të kundërlishme ndonjë person gjatë kohës luftës. Mirë po që kanë qenë projektuesit, urdhëruesit, komanduesit e krimeve të cilat dyshohen se i kanë kryer komandant caktuar në për zona caktuara të luftimit në Kosovë. Në rast se akuza bjen ndaj zotit Thaçi, padyshim që do të bie ndaj gjithëve, kjo do të ketë efekt domino, sepse ata janë si një strukturë e përbashkët, e përzgjedhur edhe pse dim që shtabi i përgjithshëm i UÇK-s nuk ka qenë i përbërë vetëm nga këta 4 liderë të ushtrisë shqiptare. Dë vërtetat e mëdha cilat i ka thonë zoti James Robin janë jashtëzakonisht më të peshueshme në peshorën drejtësisë për nga mënyra bindëse e transmetimit të tyre, pra vlera e saj provuese, sesa të gjitha dëshmitë e dëshmitarëve të fshehur, e të hapur, e të përgatitur, e të paguar me gjak shqiptari, pseudo shqiptar e serb, cilët kanë dëshmuar kundër krerëve të luftës në gjykatën speciale. Unë kam shpresë dhe natyrisht që nuk humbet shpresa për drejtësi. Shënjestër.net